Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve kudo që të ndodheni. Një përshëndetje si çdo ditë nga kjo studio, së bashku me të ftuarit e mi. Janë bashku në Shkodër. E ku tjetër? Arti i fjalës dhe arti i muzikës. I dy njerëzve që fizikisht s'janë taku asnjëherë, por që me mundësit e tyre në shprese kanë rrëmby vëmendje, kënaqësi, interes dhe duar trokitje. Shkrimtari i mirënjohur, i pavdekshëm, Ernest Koliqi, i cilësuar si krijuesi prozë moderne shqiptare dhe kompozitori, pianisti, një pinjoll i një familje qytetare, artistësh, me mbiemrin Daia, Arjan Daia, me mundësitë shprese të muzikës. Dhe kumulla, për te i murit, kjo prozë e të madhit Koliqi, vjen në tingëllimin muzikor të kompozitorit dhe pianistit Arjan Daia. Provinca franceskane shqiptare organizoi një shfaqje pikrisht me prozën dhe muzikën, duke tërhequr një vëmendje të mrekullueshme. Në skenë dhe në sallë, a Shkodra, me fisnikrin, me kulturën, me interesin për të bukurën dhe vlerën. Unë sot kam ftu në këtë studio kompozitorin dhe pianistin Arjan Daia dhe i quaj veten me fakt që përfitova nga qëndrimi kësaj here jo fort i gjatë në Shkodër për ta sjell pranë ndjekësve të programit tonë. Nadja mirë, Arjan. Nadja mirë, Merita, shumë faleminderit. Mirë se erdhe. Vjen shumë mirë që ju kam në studio. Në fakt, unë ndjej që ardhja e njerëzve të artit, të kulturës, në qytetin e Shkodrës, në vendlinje, sa është i natyrshëm, edhe i ligjshëm, aq edhe përbën lajm, sepse shpesh ju vini me projekte, me një mision të caktuar për të realizuar për skenën, për artin. Është kështu apo ja? Po, e vërtet, unë isha edhe në tetor, ku me 2 koncerte me një grup që quhet Songs from Shkodër, ku bëjmë pjesë, kemi edhe një koncert teatër me Gjeni dhe një tjetër tek salla Koliqi. Është e tërheqja e vendlinjes që me gjithmonë për mrena. Unë faktikisht gjolla akuma për të i morit që në fillim të novelës është i paraqitur ardhja e një studentit mas shumë viteve në kthimin në vendlinjen e tij, ku gjahen gjithë emocionet duke fillu nga kujtimet e fëminisë. E mrekullueshme. Ato erën atë qytetit, në Shkodra ka profumin e vet, Shkodra ka ngjyrat e veta, Shkodra ka dashninë e vet, ka këngën e vet, ka. Megjithëse jetoni prej shumë vitesh në Itali, në Milano, së bashku me familjen, unë ndjej e shoh që Shkodra është gjithmonë bashkë me ju. Dhe këtë vërteton krijimtaria, e vërteton aktiviteti, e vërteton një marrëdhënie jashtëzakonshme mes miq, muzikantësh, qytetarësh të Shkodrës apo jo? E vërtet, kur vjen në Shkodër, gjenden tamam shpitar, si thotë, se është qyteti, është miqësia, janë kujtimet, vetëm po tregoj për mram, kam taku shumë shoqni. Nuk kishte taku ndoshta edhe me vitet të shkollës të mesme, shkollës Përkjakova, ish kolegë, plus që gjithë këto ishin, si më thonë, pjesë e publikut, që i falenderoj gjithë edhe ju që ishit prezente. Unë thash, ishte Shkodra, ndoshta një pjesë e Shkodrës, por ishte Shkodra me cilësitë e saj karakteristike, me finesën, me kulturën, me fisnikrin, ashtu si ju e paraqitet atë në skenë me tingujt
e asaj që keni kompozu, me tingujt e pjesëve të mrekullueshme të bazume në këngët e Shkodrës. Ishte vërtet një kënaqësi shumë e madhe. Unë ka vite që jam duke menu të krijoj një projekt, o të kemi një projekt ku të bëjmë pjesë motivet e muzikës shkodrane. Të përpunume në mënyrën teme, kuptohet ka shumë mënyra për ta marrë, po duke marrë originalitetin. Për atë unë kam zgjedhur Kuliçin se quhet në novelistat modern, por që kanë lënë originalitetin e Shkodrës. Edhe unë kërkoj motivin shkodran të përpunoj, por duke mos e prek, duke lënë në originalitetin e vet. Mësuam që ishte një ide e jotja, pikërisht realizimi i kësaj shfaqje kaq të bukur, e mbështetur në prozën e Koliçit, por edhe në kompozimet tuaja të mbështetura në këngët shkodrane. Rastisht faktikisht unë Koliçin e kam përdorur më përpara në Itali. Ka vite që marr pjesë në një projekt që ka në Milano që quhet Piano City, edhe paraqitem gjithmonë me këto motive tona shkodrane që për publikun janë shumë pëlqyeshme. Mas një koncerti tu prezantu një zotënie, më tha urime, mua 2 CD në dorë, në kohën që po përshëndetesh lexoj që ishin shqip, po një shqip e vjetër, edhe ai është një regjisor arbresh që jeton në Milano, gjeston një teatr Argom quhet, dhe më tha që mund bëjmë diqa bashkë. Unë duke menu paka shumë që me bë. I tha që mund vëm skenë diqa me teatr me muzikë, dhe më shkoj menja të Kuliçi, se faktikisht në atë moment bashortja jeme, Julia, e përshëndesim Julia, përkthimet e novelave të Kuliçit në italisht. Ja prezentova e kam 2 herë në skenë në Milano, kuptohet italisht me këngëtar italian, e ka qenë e pëlqyeshme se ai vetë si arbëresh kishte nostalgjinë e vet, unë si shkodran kishe nostalgjinë teme. Dhe sa bukur me mëgju variacionet mbi këto tema të mrekullueshme. Pranvera filloi me ardh, karajfilat që ka Shkodra, kaçurrelat, në zaman të asaj furi, ose tadish. Jam zhyt në këtë tinguj, personalisht, edhe kam një kënaqësi në variacione të ndryshme, por edhe në dinamizimin her pas here të temave, gjatë që i bate me menu një muzikë klasike, të mrekullueshme, një muzikë që mund të konkurojnë kudo në botë. Kjo ndoshta nga dashunia që kam për muzikën, për identitetin ton, por më merr mendja se nuk është krejt subjektive. Është një muzikë që ka melodinë, që ka ndjesi të mrekullueshme, edhe i veshën mësonaj tekste fantastike. E vërtet, kur më pyesin paka shumë për muzikën shkodrane, i tham, unë e quj romans, gjithmonë sidomos jarën e këto, po i tham, vetë tekstet, kushdo që ka shkruar tekstet e çdo këngë shkodrane ka bërë këtë krahasimin e një lule me djenë, për shkak karajfile që ka Shkodra, është
djali shkodran. Po. Lule Bora është vajza shkodrane. Po, ka gjamat bukur, ishin mbledhsh lulet në Baçë, shkojnë në Thrasin, Dranafilin. Nuk kam, nuk di një atmosferë alegorike ma bukur se këto vargje. Janë gjithë të krahasimet që me të vërtet japin atë nostalgjinë e Shkodrës, duke kujtu oborret si tek novela Kuliçi, duke kujtu Kojshin, duke kujtu lojen në Baçë, në për këto që kemi bë, ajo aromen e mrekullueshme, ato të kubullave, ashtu siç është në prozën e Koliçit, por edhe në muzikën tënde të mrekullueshme. Ndërsa projektin Shkodër, mbas asaj çfaqe që ju dhat në Milano, e cila u prit, si u prit? Mirë. Po kjo është diçka e mrekullueshme, ta çosh muzikën e vendit tënd, të tingëlloj diku tjetër, ta promovosh. Është krenari, kënaqësi, por edhe një obligim i veçantë adhëtar. Dua t'ju përgëzoj personalisht. Ju erdhët në Shkodër me këtë projekt për të realizuar në një formë tjetër, në teatrin Iliricum. Gjetët një mbështetje. Në fakt unë e konsiderosh se kur ishim në tetor, me koncert në teatrin Miteni, edhe e konsiderosh pothuajse si një detyrë ta jepshin në atë vend. Pse për aty dolën gjithë. Dolën gjithë duke filluar nga Pret Jakova, nga Cezare Turin Harati. At Martin Gjoka, gjithë mësuesit e tyre, pastaj Tishdaia, Zefalin Hilli me violin, e gjithë portretet, ishte vërtet një nderim i madh. E konsiderosh në qoftë se kam pak sa të marrë nga ato pasionin për muzikën, studimin e gjitha, e konsiderosh detyrë, ti them faleminderit. Sa gjë e bukur, mirënjohja është vërtet i mrekullueshëm, njerëzor. Ju gjetët mbështetjet me njëherë për realizimin e këtij projekti. Po, unë fakt në tetor mas i dha me koncertin mua ofrune, po thënë që mund bëjmë diçka tjetër, edhe mundësia ishte të vishen këtë për ju.
u lidha direkt për kontaktet ku mund bëhet edhe me shumë qef. Direkt po hajde me shumë qef. Edhe kjo më pëlqen, kjo disponibilitet, edhe kur kemi ardhur në tetor, për shembull, falenderoj akoma drejtorin e teatrit, përgjegjësit të kulturës, një pritje pozitive. Unë e thash kur vijnë artistët përbën lajm dhe çdo gjë duhet jetë e hapun. Si keni nivelin mram në atë sallë mes publikut? Ishe emocionun, kuptohet, por mandej kur shef publikun, kur ke marrë dhe shef që janë me të vërtet artëdash, shkodran, me të vërtet artëdash, pastaj në publik që njëri nga profesori që ka pas, që nga shoqe që ka pas, nga kolegu që ka pas, kina kanë bosh në shkollë shoqe të shkollë. Po ti je shumë më i vogël se unë, me mosh, kurse si përmas muzikore dhe artistike je madhor. Është satisfakcion. Kam pas surprizë që më kanë ardhur shoqe që si kishte taku me vite, shoqni, për ta po ajo surprizat janë të bukura. Shpesh nuk më intereson t'jenë sallat plot, pavarësisht se edhe më ishte plot, por më intereson që të bëhem pjesë e publikut bëhet pjesë me të jap emocion. Jashtë masë bukur. Dhe bashkëpunimi me tekstin, me realizuesit, unë dua t'i përshëndes edhe si spektatore, edhe realizuesit dy vajzat, Zefndoja dhe vajzat që deklamuan tekstin, vërtet krijuan një lidhje dhe një bashkëveprim në skenë që spektatorin e lanë gjithë vëmendje deri në sekondin e fundit. Ato faktikisht kanë punu pa prezencën temës, unë kam marrë 2 ditë para, edhe u lidhshim, kuptohet me telefona, po bëjmë këtë, po bëjmë atë. Në s'ngel të gjën tjetër, veçse kur kam pas sallën se kanë bërë edhe loj me dritat si quhet, edhe me videoprojektore këto, i kam thënë faleminderisht, 2 vajza shumë të reja, mund duke kujtu si janë pak më të mëdha, kur më thonë 16-17 vjeçë. Më thonë pas gjë e bukur fort. I pëlqen teatri. Impenjohen për të bërë diçka rinis, me marrë pjesë me atin, plus bashkëpunimi me Zefin, regjisorin, unë i Gjoshim, po baj këtë, po baj atë, si me thonë, ko kënë diçka. Jashtëzakonisht bukur. Arian, kur prezantova pak më herët në fillim të programit, thash që je pinjoll i një familje të nderuar qytetare, por dhe një familje artistike. Tash unë du me ju drejtu një motivi të një këngë të famshme të artistët të madh të Zhdaia, të cilët më kam pas fatin me taku dhe me intervistu para 25 vjeç. Sa herë kthehem në vendlinjen time, fëminina, rinina, nise kujtoj, me mal, e tjerë, s'kam zapa heq, por ka gjë më të bukur për ty. Unë kam pas fatin, që jem student i aqtem konservator, kompozicion kam bërë. Edhe kur e ka kriju atë këngë, unë kam kënë shpiti kur kanë po provat me Justin, se e këngë si është prezentu në një program që u bashin atë për jull, për çdo javë nga një kompozitor. Edhe kur e ka shkru atë këngë, unë kam kënë, kur bashin prova me Justinën, kam kënë prezente, kujtoj me shumë malë, kuptojt se po lam melodin që është e mërkullueshme, por edhe fjalë, taman, sa herë kthehem kujtoj fëminin. Si ka kënë fëminia jote këtu në Shkodër? E bukur, e mërkullueshme, të kujtu lagjen, më kujtoj periudhën e fëminis, kur delshë nga dera shtëpis, gjithë zojave të lagjes i thoshe nana, Nadja mje nana. Me emën, Nadja mirë, nana Git, për shembull. Ma kena po është nana Zi, nana Pin, po të se dhe Zefi regjizori kemi jetu të njëjtën rrugic, po i kujtoshim për atë për puth në vendimet, plus fëmia jam me shkollë muzikë, s'ka kënë shumë e bukur.
Tani kanë prindë mirë, të mrekullueshëm, në zemër gjithmonë. Por prindë tuaj kanë pas edhe një cilësi se zotni Tonini, duke qenë në shtëpinë e pionierit, cili fëmijë Shkodrës që ka frekuentu shtëpinë e pionierit nuk ka shtrok nga dashuria dhe mirësia e zotni Tonin Dais. Një njeri shumë i dashur me fëmijët, për skenën e fëmijëve, për t'i dhënë aty në impulsin më të mirë, për të kujdes si një prind, për të shpalos virtytet dhe cilësitë më të mira të qytetarisë. Besoj kjo është diçka e mrekullueshme. Kujtoj që ka dash tanë, si thonë. I ka dash tanë fëmijët, edhe njerëzit. Edhe shumë, thonë, edhe artista, thonë, atin se më ka zbulu zotni Tonini. Për shumë violinistja Beta Qursa që më thotë, më ka nejtë tuknu në pejgjere, i ka thonë, po, që bjerën shkot muzikës. Justi thot, Justina Lia thot vetat, Zefqoba, zotni Zefqoba thot të vetat. I ka dasht fëmijët, ka dasht artin, ka dasht tonë. Vërtet, është kujtimet dhe mirënjohja janë të pavdekshme. Ndaj një respekt shumë i madh dëshiroj të shpreh personalisht për zotnin Toninin. Se e kam pas mësues. E kam pas mësues në shtëpitë e pionierit, e kam pas mësues edhe në shkollë muzikës. Ju e keni marrë këtë farm të Shkodrës, këtë fisnikëri, qytetari, mirësi, mirënjohje. Dhe nuk e keni trajtuar asnjëherë. Përndryshe nuk i drejtoheni motiveve të Shkodrës edhe në kompozimet tuaja, edhe në veprimtarinë tuaj. Të metë është një Shkodrës është diçka nuk e gjenë vend tjetër. Kudo për mendimin tim mund t'jesh i sistemur, ku kriju jetën tënde. Ashtu është për amerikanë vendi jem ashtu aty ku jetoj. Nuk jam shumë dakord se sot unë kam shumë vite që jam në Itali, po e dëshirë gjithmonë të vish të kthehesh, të takosh, të kërkosh edhe nga anët ashtu po edhe të vishet hash një krap në Shkodër janë disa gjana që i merr kështu si asete të mrekullueshme. Por përveç asaj veprimtaria që zhvilloni është shumë herë e lidhur. Për shembull Saxofon Shkodra, unë du me përshëndet tanë muzikantët që marrin pjesë, instrumentistët, ata njerëz që janë krejt afër si Rosetta, Leonardi, Laura, dy Laurat. Aba Luciano. Po, edhe Abarovolino, Gjeni këngëtarja. Gjeni, zemër. Se mos harrojmë në një, po Ja i kemi. të tanë janë të mrekullueshëm. Është kjo Luciana, është vajza ndër më të rejat aty. Edhe Beta ka qenë në një moment ndodhe në Itali, tashti është në Greqi, po. Ju përbani një kolektiv të mrekullueshëm muzikantësh dhe shumë frymëzues. Po, që në fillim kur thame po e krijojmë ishim 2-3 vetë, ishim unë ardhi Laura, kur na ardhi ishim ftuar për një koncert që luajt me 2-3 pjesë mia, pastaj na ardhi ideja, vazhdojmë edhe ideja ishte gjithmonë duke u mbështet tek motivet e Shkodrës të orkestruar për se një quintet harqesh me pianoforte kemi dhënë koncerte. Kemi dhënë shumë koncerte dhe më vjen shumë mirë që keni ardhur në Shkodër, edhe unë do të uroja që të kthehesh dhe të rikthehesh natyrisht edhe me vëmendjen e njerëzve të kulturës në Shkodër. Është gjë e bukur të sjellim artistët tonë kudo që e çojnë muzikën e Shkodrës edhe të vendit në kudo ku jetojnë, apo jo. E vërtet, është dëshirë, shpresojmë që të gjejmë mundësinë tash për të rikthyer.
ndjes. Arian, e shoh që muzika, përveç se ti ke një krijimtari të bollshme, mbështetet shumë te kënga shkodrane. Si mendon, cila është ajo cilësi e muzikës shkodrane që e bën atë mu rikthy dhe mu dhan variante të ndryshme të kompozimit, ashtu siç njeriu kompozitori, artisti e mendon. Për mendim temin, kompozitori pothuajse si piktori e shef objektin për ta transformuar në mënyrën e vet. Muzika shkodrane është pothuaj e modifikueshme, si skulptori që marrë një argjila, punon e sjell ose ngjyrat duke bashku dy ngjyra del një ngjyrë tjetër. Muzika e Shkodrës shumë bukur mund kthehet në jazz, shumë bukur mund kthehet jazz, mund kthehet lirike, elektronike, mund kthehet në ritme. Të jep mundësinë. Un kam gjetë stilin tim që pak a shumë rrim, nuk po e quaj klasike, po kolona sonore. Herën e fundit që kam dhënë një koncert në Dhëtor, ku ishin disa nga pjesëtarët e grupit, se ashtu ishte programi, më nali një regjist dhe tha, shpresoj që me këtë muzikë tuaj të ftoj një ditë në bash muzikën e filmit. I pëlqejnë edhe motivi. Ato, domethënë, kur prezantohen në fillim janë këngë shkodrane, kur gjendet Shkodra në Shqipëri, ku Shqipëria në Ballkan. Është një promovim i jashtëzakonshëm. Shumë çfarë muzike, se muzika Ballkanit është më gjeron në Europë. Por kur në këtë lloj përpunimi unë në një moment kur të kam në mos gaboj tek kënga Kaçorrelat, ke pas një disa variante të mrekullueshme dhe kam thënë po më duket si Beethoven. Mund të jetë edhe ajo nga studimi se ana pianistike, influencën. Gja mrekullueshme. Arian, ke projekte, ke ide? Në fund majt marr pjesë në Piano City të Milanos. Është një aktivitet. Çfarë është Piano City? Piano City u bën gati 11 vite që organizohet Milano. Për 3 ditë arrihen deri 270 koncerte. Se vendosin pianofortet, kudo si thonë, po t'jemi Shkodër, si të vëjmë një pianoforte, këtu po është një pianoforte teatru, mi gjeni një pianoforte në shkollë muzikës, një pianoforte aty, edhe shumë pianista. Në ambiente të ndryshme. Në ambiente shumë pianista, po nga gjithë bota, se ftojnë edhe pianistat nga Japonia, nga Franca, nga Amerika, i japin koncerte në orë të ndryshme, në momente ndryshme. Këto koncerte janë sipas dëshirës, apo kanë, për shembull, janë klasik, apo janë rryma të ndryshme? Gjithë rrymat. Keni pas spektator, kanë qenë shqiptar apo edhe? Përveç shqiptarëve, shumë italian. Niçet se është për Milanon është një aktivitet me të vërtetë tepër i bukur. Kuptohet që kryesorët artistat e mëdhej janë në sallat më precioze të qytetit. Është shumë e rëndësishme me kanë pranë spektatorit. Kjo është. Po. Jo mekanik, kjo është hera e tretë që marr pjesë. Mekanik kam njohur shumë dashamirësh muzikës, ku më kanë ftuar edhe më pa hajde jepe një vend tjetër. Ne u fokusum te krijimtaria si kompozitor, po ju jeni edhe pianist, kështu që i bashkoni të dyja këto. Nga krahu si pianist kryesisht bëj shoqënues, nuk dal të los Concertmeister. Nuk dal të los klasiken, si po tham klasike, Beethoven, Mozart, këto kryesisht është një këngëtar instrumentista, si pianista los vet pjesë të mia. Jashtëzakonisht bukur. Unë nuk mund ta shmangu një faktor shumë të rëndësishëm që ka çdo njeri, por te artisti e luan një rol shumë të veçantë, familja. Ju jeni martuar me Julian, një vajzë që unë e kam dashur shumë që në hershmërinë e saj kur ka qenë nxënëse, edhe ruan duket, po atë kjo është merit e familjes, se jotja si bashkëshorte dhe keni edhe 2 fëmijë. Po. Besoj se keni një
pa këtë shtrat të ngrohtë familjar është vështirë që aktiviteti të shkojë mirë. Kuptohet në familje për të bërë muzikë duhet edhe kohë. Kuptohet për studiu, për atë, unë kam pas mbështetje gjithmonë familje, do thonë duhet spostohesh se të shkon edhe në qytete tjera. Ja, për shembull Julia ka përkthyese prozën e Koliçit dhe është bë një krah i fuqishëm i juaj atje për realizimin e çfarës. Shpesh për aktivitete kur duhen përshëndetje Julia. Kur duhen përgatitje ndryshme i drejtohen në Julies na përgatit lutem na përgatito hyrjen në gjë të vogël, në koment vogël kur prezantojmë koncertet na ndihmon gjithmonë për krahje. Ndërkohë që fëmijët kanë marrë disa drejtime që ju kanë vendosur edhe si tashma ju jeni prind e doktorit, jeni prind e një vajze që do studioj diku tjetër. Po, djali ka marru mjekësi, është mjek, është postu nga Milano, jeton në Padova, Antoni, ka jetën e vetë, vajza po marrën maturën. Dhe vajza që ka emrin e Shkodrës, Rozafa, i përshëndesim të dy. Po, jemi të kënaqur, jemi mundu si për ashtu si që janë mundu tonë të mene të japim edukat. E kur thashe për cilët ky gen është gjë shumë e bukur. Në fakt ne u takuam me Kumula Masmurit, e cila ishte një shfaqje e mbështetur mbi prozën e Koliçit dhe e muzikume prej kompozitorit Arjan Deia. Unë shpresoj që të ketë përsëri projekte të tjera, të bukura, të mrekullueshme, ashtu siç ishte ky realizim dhe vazhdimsi shumë të mirë në econinë tuaj. Shumë faleminderit. Edhe me Sounds from Shkodra. Shumë faleminderit. Je gjithmonë gentile, dashune. Kjo është ajo pjesë e Shkodrës që e kena afër pavarësisht se me kilometra mund të jetojnë larg. Arjan nuk do të marr as pak kohë më shumë sepse e di që e vlerësoj shumë ardhjen në këtë studio, në këtë qendrim jo fort të gjatë siç e thash, ju gjetët kohë me gentilesën, me kulturën që ju karakterizon, të mos e refuzoni ftesën për të jeni këtu në Mirëmëngjes Shkodër edhe pranë publikut të Shkodrës. Ju falenderoj shumë. Shumë falenderoj ju, faleminderit Shkodrës, faleminderit. Faleminderit, urimet më të mira për ju, familjen tuaj, ecurinë tuaj dhe çdo gjë të bukur në jetë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.